Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë. Politika e sotme ka rënë në pikën e saj më të ulët, saqë as diplomacia nuk po mundet dot më të kontrollojë qëndrimet e udhëheqësve, të cilët shpeshherë, të orientuar nga populizmi, ndezin zjarre pa shkarpa që kanë tendencën të fiken para se të fillojë tymi. Ajo që tha Aleksandar Vučić për ujin e liçenit të Ujmanit nuk la indiferent palën shqiptare që krijoi një vorbull tjetër jashtë e brenda për një formë se si kryeministri shqiptar cilësoi gjendjen aktuale të Kosovës. Ta konsiderosh atë të humbur për Serbinë. Nuk i pëlqeu shumë kujt që ndezi një tjetër zjarr, i cili indikuar nga rrymë ajrore politike e interesash, bën një tymnaj sa të madhe, aq edhe të dëmshme në këto ditë të nxehta. Sa qëndron deklarata e Vučić, sa rrezik real ka, pse serbët prej kohësh tentojnë të fusin ide të paqëna në realitetin e të dyja shteteve dhe si vlerësohet qëndrimi i Tiranës zyrtare, e diskutojmë sonte me ekspertë të çështjeve ndërkombëtare dhe sigurisë që i ftoj në bisedë kësaj radhe në rend alfabetik, pasi janë që të gjithë miqtë e mi. Arben Dashevci na bashkohet nga Mitrovica. Faleminderit zoti Dashevci që jeni sonte me ne. Faleminderit ty miku, mirëmëngjes. Gura Kuçkuçi, një tjetër mik që na bashkohet nga Prishtina, nga Instituti Oktopus. Faleminderit gjithashtu që jeni pranishëm sonte. Faleminderit, është kënaqësi. Një tjetër ekspert që i bashkohet çështjeve ndërkombëtare është ai Klodian Troplini, është me mua në studio dhe jo online. Klodian, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. Kënaqësi për të gjithë zotrinj. Unë dua të respektoj të parin zotin Dashevci i ndodhur në Mitrovic, atje ku nga ku një tjetër çështje duket se ndezi një temë tjetër të zjarrt, por ndalemi me radhë. Kush e nisi të gjithë këtë tymnaj të madhe, zoti Dashevci, në këndvështrimin tuaj sa i takon diplomacisë dhe politikbërjes? Çdo tymnaj është bazë dhe luftës hibride që vjen nga establishmenti i kontaminuar në Beograd. Çdo propagandë, çdo dezinformat, kërcimi nga më të ndryshmet, pothuajse çdo 2 ose 3 ditë duke filluar nga presidenti, ministri i punës jashtme, pastaj edhe një ministre e qeverisë lokale ku e mohon edhe ekzistencën e shqiptarëve të Republikës Kosovës. Pra çdo gjë që vjen destruktive dhe çdo gjë që është pozitive, ata tentojnë ta shndrojnë destruktive për punë tyre të brendshme, probleme që i kemi sikur shumë, zgjedhje para zgjedhje, protesta gjithmonë afektohet ose diçka në bosë politikat e sigurisë i afektojnë me dodikun, në Malëzi përzihen me ekstremin e djathtë serbatje, kurse në Republikën e Kosovës, nëse ka diçka pozitive, ata mundohen ta shndrojnë me atë pjesën e luftës hibride që quhet propagandë dhe pastaj shkojnë edhe në kërcim deri në viktimizim, se këtu domethënë nuk po i lë rahat dikush minoritetit kur dihet fare mirë që nuk ke asnjë incident etnik, tash 3 vite me statik, spika policore, pra situata e sigurisë brendshme vetëm se po relaksohet. Dhe ju që thonë ata, kemi këtu bashkinë ndërkombëtare me ambasada, kemi bashkinë evropiane me zyrën e saj, kemi reaguesin e tretë që është për paqe gjithë monitoruesin nga Bashkimi Evropian dhe çka është kryesorja, kemi institucionet tona që janë reaguesi fort dhe siç po e shihni aq shumë po relaksohet siguria e brendshme që ta dojmë më njëherë për sigurisë jashtme, sa që lëshohen edhe urat edhe kishat, sepse është punë profesionale, asgjë nuk vije ad hoc, tu vetëm me respekt. E qartë. Punë 24 orë. Zoti Kuçi, ishte ministria idhujtare e Miloševićit, ishte deklarata e Zelenskit, ishte reagimi i Vučić, Marko Đurić, Edi Rama. Kush ishte personi që ndoshta e bëri të duket më keq të gjithë këtë situatë? Personi që e bëri të duket më së keq këtë situatë gjithmonë vjen nga pala armiqëse ne shqiptarë, Kosovës dhe Serbisë, e Shqipërisë, pardon. Dhe ajo e keqja neve nuk na vjen nga tjetër kur përveç tyre për momentin. Deklaratat e fundit janë vetëm konfirmimet e atyre që janë thënë edhe më herët, dhe që për shembull sikur kjo çështja e hibrit që janë strategji nga viti 85, ndërsa
në format e tjera i zhvillohen që vitet e fundit. Mos ta harrojmë që kishte një sulm terrorist në vitin 2024 kundra Iber Lepencit në Kosovë me qëllimet e njëjta. Tharja e saj, futja në kaos energjetik, lënia pa ujë mosut dhe qëllimet e tilla pra janë të vazhdueshme, të cilat ziten vazhdimisht. Deklaratat e fundit janë vetëm momentet e fundit që i kemi kapur, por që nuk i kemi, që ndoshta i kemi harruar ne dhe të gjithë, të cilat janë në kontinuitet dhe në vazhdimsi çdo ditë bëjnë diçka kundër Kosovës ata. Snežana Paunović që e përmendit e tha qartë dhe çështjen e pastrimit etnik, ndërsa Vučići e konfirmoi atë vetëm me fjalë të tjera. Ishte edhe një intervistë e Aleksandr Vulinit që iku nga vëmendja e publikut shqiptar, e cili përderisa Vučići fol në formë diplomatike, ai fol në formë ideologjike. Pra e thotë të njëjtën gjë, por vetëm se e thotë në formë ideologjike dhe me qartë. Qëllimi i tyre është bashkimi ku ka serb dhe shtrirja e botës serbe. Pra, qëllimet e tyre gjeostrategjike janë edhe mjaft shumë të gjera. Dua ta tërheq edhe një paralele tjetër për shkak që të vim të kjo çështje. Në vitin 2013, Olga Ravashi e jep një intervistë për media Serbian Times, e cila është udhëheqëse e grupit lobist Sava Pak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lobon vazhdimisht kundër Kosovës. Ajo përmend qëllimshëm në 11 të 14 pikave të udhërimit rregullsore, ku përmend se Serbisë duhet t'i japet dalje në detin Adriatik. Dhe ajo thotë se ne me ardhjen e Trumpit në pushtet dhe me ardhjen e Mike Pence't dhe të tjerëve kemi parë një dritare e cila na lejon bashkëpunimin me ta për lëvizjen dhe ndryshimin e status quo-s në Ballkanin Perëndimor. Që nga atëherë vazhdojnë ata me lobim të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Francë dhe vende të ndryshme evropiane, sidomos për realizimin e kësaj strategjie. Mirë, por zoti Kuçi, sot Ballkani i hapur mbetet një ëndër në sirtar. Ajo që ndezi gjakrat kthej dhe andej ishte çështja e ngritjes së konsullatës në Shkodër, që për hir të së vërtetës u fol që lidhej drejt për drejt me këtë qasje serbe për të pasur akses në Adriatik. Shiko, planet ose taktika ndryshojnë, për strategjia mbetet e njëjtë. Dhe ata vazhdojnë me mundësi që i gjenë për realizimin e saj. Pra janë zgjerimet territoriale, ndryshimet territoriale që i synojnë dhe zhdukja e shtetit të Kosovës. Andaj çdo herë do të mundohen të gjejnë forma të ndryshme. Nganjëherë është e keq që ta them, por shqiptarët po bien dement vetëm kur po na godasin fort. Për shembull, Kosova dhe Shqipëria patën një vëmendje të përbashkëta e deklaratave të Serbisë vetëm kur na goditën fuqishëm. Por deri me tani më shumë kemi gjetë momente konfliktuese ndërmjet vetës sa momente për bashkim. Pra, u dash diçka që të ndodhe madhe që Kosova dhe Shqipëria të kenë deklarata, mund të themi, të përbashkëta. Dhe ndoshta ky është një moment që të kuptohet mjaft mirë që Shqipëria, qeveria në Shqipëri ose Edi Rama asnjëherë nuk do ta ketë mik Aleksandr Vučićin. E qartë. Zoti Troplini, duke marrë në konsiderat këto dy qasje të deritanishme, mos ndoshta elefanti është përpara nesh dhe ne nuk po e shohim, por po bien pre disa deklaratave sa shoviniste, aq edhe tendencioze për të përhapur një tymnaj që nuk të çon gjikundi? Jo, nuk mund ta quaj tymnaj. Thjesht si parim sulmi është mbrojtja më e mirë. Dhe Serbia e kryen me saksi këtë gjë, gjithmonë në sulm, asnjëherë në mbrojtje. Është e habitshme. Ne nuk qëndrojmë as në mbrojtje, jo më në sulm. E pakta do të ishim në sulm. Po si jemi as në mbrojtje. Mbrojtja jonë vetëm është që disa deklarata sporadike që s'mund të jenë as kërcënuese, s'mund të quhen as kërcënuese. Do thonë, shqiptarët do të jenë kërcënues, sepse bëhet fjalë me kërcënim të drejtë për drejtë. Këta quhen deklarata lufte pak a shumë. Edhe pse mund të quhet në medium fjalë, po nga fjala nis dhe konflikti. Dhe shembulli më i bukur ishte Zelenski. Atje po kryhet një luftë. Pse duhet vinte të jepte edhe një deklaratë për luftë përsëri. Mos duan kenë shembuj lufte. Janë gjëra jo të duhura nga ana jonë që flem gjumë. Ne i quajmë tymnaja, po faktikisht janë kërcënime serioze. Tymnaja janë përderisa nuk është shkrepur baruti, po baruti është afër. Pra ju e shihni që baruti është afër? Është afër sepse ne asnjëherë nuk kemi bërë një sulm, qoftë edhe verbal, ndaj Serbisë. E qartë. Zoti Dashevci,
Ju kam veçuar ndër të tjerët për një deklaratë që më keni dhënë në programin që bëja më herët në një televizion A2 CNN. Më keni thënë askusht nuk guxon me ma prek Kosovën përsa kohë që KFOR-i e NATO janë të pranishëm aty. A ka ndryshuar qëndrimi juaj këtu e 2 vite më herët? Jo, sepse gjitha që kam thënë, sot edhe është konfirmuar në 7 ose televizione tjera që KFOR-i është i reaguar si tretë, dhe për shkak ka qizme amerikane në Republikën e Kosovës që do të thotë automatikisht on still, por pa harruar Mbretërinë e Bashkuar dhe shtetet anëtare të tjera të NATO-s, unë mendoj që Serbia nuk e ka guximin për një sulm eventual frontal, ajo bie poshtë, domethënë menjëherë, mos harroni që na ka ndodhur Bajskar vitin 2023. Në vitin 2024 është prekur arteria kryesore e ujit për Republikën e Kosovës, ku 600.000 banore shuajtë në ecin dhe ftohen kazanet, domethënë termoelektronës Kosova B. Për sa janë ata njerëz kryekriminali me të tjerët që vijnë nga establishmenti fuqishëm të lirë. Normalisht ajo siguria e jashtme preket dhe për atë arsye dhe ne po qëndrojmë në statin e portokallë dhe nuk po ndryshon. U prej kërcënimeve ose shantazheve të tyre. Mirë, unë mendoj që a do ta ketë guximin ndonjëherë, eventualisht Serbia ta merr guximin përpos se kjo lufta hibride ta sulmojë Republikën e Kosovës, qëndroi fort ashtu siç kam thënë, edhe herën e kaluar, edhe siç kam thënë, siç e kam mbrojtur policinë e Kosovës gjithmonë që meriton më shumë, dhe ja sot ajo do të jetë aty në urë dhe në kisha ose çfarë do pjekë tjetër fetor, sepse jemi shtet multietnik që respektojmë gjithë etnitë pa marrë parasysh racën e tij ose fenë, dhe kjo nuk meritohet vetëm me ad hoc, kjo meritohet me punë të madhe deri më shtat, sepse çdo gjë analizohet në ilësim. Edhe një herë, sa e kemi këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO, unë mendoj që Serbia nuk e merr atë guximin që tenton sikur në Bosnjë të përzihet maltëzi ose ta sulmojë edhe një Republikën e Kosovës, kur e dim që ende plot janë të shumë të njoma, po gjinden në vareza masive gjithandej, dhe çka është më e keqja këtë Serbia e din, dhe prapë se prapë zhvillon luftën hibride, por mbetet në luftë hibride dhe asesi na sulmoj, por siç e thanë edhe kolegë, ne bre duhet të jemi shumë racional me atë çka flasim. Kjo është siguria kombëtare në pyetje, ne po qëndrojmë në një letargji me institucione, me ushtrues detyre gjithandej, andaj si ka mundësi të foli diçka pa një diplomaci konsoliduar ose politik konsoliduar, deri kur ne do ta kemi atë luksin ton që të kemi ushtrues detyre ose që të shkojmë në zgjedhje çdo 6 muaj. A mos jemi ne shtetet Beneluxit ku një qeveri teknike mund ta çoj fatin e saj deri në 9 vjet? Jo, sepse ne po jetojmë në Ballkan, jemi 1.6, 1.7 milion me 10.842 kilometra. Normalisht ne kemi shtetin am, aty nuk e mohoj atë, por atë duhet jemi shumë proaktiv në politikë dhe diplomaci. Absolutisht se po, sepse si duket është një letargji që po zhvillohet, kurse në anën tjetër ti ke sulme aq të mëdha, e përmendi edhe zotriu Burakoq, por edhe i nderuari, sa që po mohohet ekzistenca jonë në aspektin e sigurisë. Paramenoni, e mohohet edhe ekzistenca jonë kur ne jemi shtet i pavarur dhe sovran, kemi të humbur ende dhe deri ku do të shkojë ky pasivitet, unë me të vërtet nuk di, po pa proaktivitet ne vetëm se do të mbesim këtu si jemi. E qartë. Zoti Kuqi, ju në punën tuaj hulumtuese keni studiuar lëvizjet e deritanishme të Serbisë. Keni veçuar ndër të tjera punën që Serbia po bën nëpërmjet Kishës Ortodokse që pretendon pronat e saj dhe lidhjet direkte me konklava të caktuara brenda shtetit për të vijuar pastaj përgjatë fushatave zgjedhore apo pranisë së serbëve, politikë bërjes së tyre, formës se si duan ta shmangin retorikën vendase dhe nacionaliste dhe të sjellin atë që prodhohet në Beograd, e për të vijuar pastaj edhe të deklaratat e her pas hershme, qofshin këto të tërthorta kur kanë një kundërpërgjigje nga Prishtina apo të njëtrajtshme sikurse këto të radhës të Aleksandar Vučić. Çfarë ndryshon, sa reale dhe pse duhet
që kryeministri i Shqipërisë nuk reagon në rastin e ministres që përmend një lloj gjenocidi që duhet të shkonte deri në fund sipas saj, nuk reagon në rastin e dytë atë të Zelenskit, i cili nga Beogradi e konfirmon që s'do e njoh Kosovën, por duhet të reagoj këtë herë kur bëhet fjalë për ujin e pishëm, një kërcënim ndoshta real pragmatist i prekshëm nga të gjithë për qytetarët e Kosovës. Do të dy herët e para janë dukur me shumë shaka, se ka që seriozitet dhe hera e tretë ka qenë e vërteta. Por të themi që nga strategjia e Serbisë është ajo e cila është vazhdueshme kundra shqiptarëve. Ata do të thotë në baza ditore prodhojnë një lloj narrative të ndryshme e cila ka një qëllim të caktuar. Për shembull, vazhdojnë me shtyrjen përpara të strategjisë në Kosovë ka pastrim etnik të serbëve. Të gjitha kishat ortodokse në Kosovë, tash me raja e Deçanit, monitorohen dhe sigurohen nga policia e Kosovës. Sikur të kishte pastrim etnik dhe dhunë ndaj kishës ortodokse, nuk do të monitorohen nga policia e Kosovës, por nga KFOR-i. Pra, do të thotë në vazhdimisht prodhojnë narrativat e tilla. Edhe atëherë kur ofrohet siguri, prodhojnë narrativat e tilla. Por të gjitha këto kanë një justifikim. Dhe ne nga njëherë, ne e kemi NATO në Kosovë. Ne e kemi KFOR-in në Kosovë që është siguria më e madhe. Analistët e tyre, ushtara, në Serbi, po e citoj me fjalët e tyre, parafrazoj konkretisht. Ata presin një momentum të ndryshimit të lëvizjeve ndërkombëtare gjeopolitike. Pra, i përkasin krahët multipolarist. Kupen pjesë Kina, Rusia, vendet e Britësit si tërësi, dhe ky krah është antiperëndimor për rrëzimin e regjimit perëndimor të marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe si e tillë, ata presin kur eskalon gjendja globale, që thonë edhe vetë ata, po e parafrazoj, që të reagojnë kur bota është një amulli kundrejt Kosovës. Për shembull, ka pasur mjaftueshëm deklarata në vjetëvitjen e parë të luftës ndërmjet Izraelit dhe Iranit, jo kjo e fundit, ku thënë, ndoshta është momenti i duhur që dhe ne të zhvillojmë një sulm ndaj Kosovës. Pra, ose sikur në rastin e Banjskës, kur e gjetën, do thotë kur kishte një lloj rehatie të sigurisë nga KFOR-i dhe Kosova, dhe ata ndërmorën një veprim i cili kishte synimin e ndryshimit të gjendjes reale në veri të Kosovës. Pashka nuk e arritën, por ishte synimi i tyre. Pra, këto janë perspektivat e tyre në kuadër të luftës hibride me deviancë në luftë konvencionale. Edhe Aleksandr Vučić në vitin 2023 ka thënë të njëjtën gjë. Ne presim të reagojmë kundra Kosovës me ndryshimin e rrethonave gjeopolitike. Pra, deklaratat e tyre, qëllimet e tyre pothuajse janë të qarta, por që ne nuk po i ndjekim në kontinuitet, sepse jemi të dhënë duke u grindë me njëri tjetrën dhe duke marrë me çështjet e brendshme. Shumë. Dhe qëllimi i tyre është i vazhdueshëm. Sikur që ka qenë në balkonin e hapur që përmendëm më herët, edhe sikur tani. Pashka, serbët e krijojnë nacionalizmin e tyre bazuar në religjion. Dhe në këtë segment është i përfshirë edhe kisha ortodokse si një faktor kyç në realizimin e kësaj perspektive. Ne po e harrojmë që realizimi i botës serbe në vitin 2023 është bërë në pajtim me kishën ortodokse, qeverinë e Serbisë dhe qeverinë e Republikës Srpskës. Dhe kjo ka ndodhur një muaj e gjys pasi e njëjta gjë ka ndodhur edhe në Ruski Mir në Rusi. Pra ka qenë e njëjta perspektivë dhe që nga atëherë duke u tentuar vazhdimisht të realizohet në gjithë Ballkanin perëndimor perspektiva e realizimit të botës serbe. Për shembull, ne kemi parë për fundës të fundi edhe tendenca ndaj Malit, Maqedonisë, Kosovës, domethënë edhe ky konflikti mund të themi i hapur ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë për çështjen e Kosovës. Nuk janë gjëra të reja për neve, janë gjëra që po i heqim nga vëmendja dhe janë gjëra të cilat nuk po na lejojnë ne të kthjellemi dhe të shohim se çfarë do të na ndodhë para syve tonë. Duhet të kemi parasysh të gjithë këtë nga perspektiva gjeopolitike. Vetë Vučići vjen një deklaratë, më fal, nuk do të zgjas shumë, në një deklaratë tha që
pritet shumë shpejt të eskalojë gjendja globale e luftës. Dhe ata këtë po e dëshirojnë, sepse edhe vetë Bolivia tani është gjë tjetër. Nëse Evropa është duke u përgatitur në vitin 2029-2030 për një luftë totale me Rusin, pse ne duhet të presim përgatitjen e Evropës. Është mirë të godasim të parë. Të njëjtën deklarat e ka thënë edhe Putini, dhe ata këtë çështje janë duke e pritur, por që Serbia nuk është ai vend i cili mundet domosdoshmë ta fillojë i pari, por që po ekziston një frikë evropiane që mund të fillojë nga Ballkani Perëndimor. E qartë. Zoti Dashevci, meqense jemi të lufta, sa gjasa ka në këto kushte që në nisjen e një lufte të fuqive të mëdha, Serbia të ketë guximin sërish të godas Kosovën me praninë e trupave të NATO-s, zhvendosin e tyre drejt fronteve e gjithçka tjetër që duhet marrin parasysh. 4 herë ka përmend deri në ditën e sotme këtë ndryshime strategjike. Sot që vulli në shkuar edhe më lart, që i takon establishmentit direkt katopit Ballkanit. Ai ka thënë që të ndërmerren sulme edhe brenda Republikës Kosovës. I nderuar Erion, ne po harrojmë ose nuk po i përmendim institucionet tona të sigurisë që janë reaguar po. Mos harroni se ekziston edhe bota tjetër, pa dyshim, pa asnjë pikë dyshimi se ata janë kaone e BRICS-it. Ata shkojnë dhe edhe më larg se që mendojmë ne, sepse ata mendojnë gjithmonë në mënyrë negative. Pra 4 herë deri unë sa mbaj në mend e ka përmend ndryshime strategjike dhe geopolitike, sa që ai tjetri, po e përsëris edhe një herë vullin, ai ka thënë që të hyjnë edhe brenda Republikës Kosovës dhe që të ndërmarren masa ndaj institucioneve tona ose organeve tona, por nuk duhet harruar edhe një gjë. Që këtu është edhe pjeca demokratike, pra edhe bota tjetër përpos se BRICS-it. Normalisht që është pasiguri globale. Ai rendi i ri botëror sipas meje vetë se është hartuar. Nuk ka çka hartojë, domethënë më. Kriza në Iran po shihet, 5 vite po bëhen luftë. Ku tash vendos, domethënë vëmendje Putini me gjithë atë logjistikë të humbur, me gjithë ato resurse të humane të humbur. Si një anë ose në anën tjetër me luftë kuçërinjes. Mirë po, nëse është zotimi të 7 pikëshi i Trumpit ende në fuqi, atër që kam qënë mund të mendoj ndryshe faktikisht, kur thotë se nuk mund të preket asnjë centimetër e Republikës Kosovës. Dhe kur e ka thënë këtë? Këtë e ka thënë 7 herë deri më sot. S'fund herë e ka thënë më në fund nëntorit dhe pastaj e ka thënë në fund të janarit, që nëse keni probleme domethënë më thresni. Pra, Republika e Kosovës është kreature e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe këtë nuk mund ta marrë askush, duke filluar nga George W. Pastaj George W. Bush i ri në fushkruj më 2007 kur thot enough is enough dhe duhet të pavarësohemi. Pastaj ka filluar edhe bombardimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në koordinim me Tony Blair nga Mbretëria e Bashkuar dhe pastaj edhe me Obamën edhe të tjerët, edhe me Biden kur ka qenë senator dhe president, por edhe me Trumpin, strategjia ose e tyre është që Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe sovran. Janë edhe deklaratat e shumë të departamentit amerikan të shtetit, por dhe të Pentagonit, kush e donë miqësinë me Amerikën, domethënë nuk ka luftë, ka perspektive ekonomike dhe unë drejtën ta them duhet mbështetjen të një president i një shteti më të fortë në botë, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato 7 pika janë ende në fuqi dhe janë përdorshme për publikun dhe kjo është faktikja dhe po mundojmë faktikën ta them. Atë çka e tha Gurakushi dhe çka e tha Zotnia definitivisht të qëndrojnë. Jemi në atë luftën hibride dhe i presim ndryshime strategjike. Na kanë dhënë 2 herë deri në ditën e sotme, 2023 dhe 2024. Ballë thua kjo nuk na mjafton. Neve në aspektin e sigurisë që mos t'i përzijmë as geopolitikës, nësë aspektin ndërkombëtar, vetëm aspekti i sigurisë i përmbyll gjitha. Është sulmuar një herë Republika e Kosovës për një shtet tjetër me sulm terrorist. Na ka humbur jetën një rështet që do të thotë uniforma e Republikës Kosovës. Dhe pastaj është sulmuar edhe arteria kryesore. A nuk duhet të ishim ne shumë proaktiv kundër çdo kërcënimi? Nëse ai e thotë sonte diçka, të gjithë diplomacia jonë duhet jetë proaktive dhe e mobilizuar të thot atë vërtetën, sepse ti tek e fundit je viktim dhe je e vërteta, dhe jo të luash rolin e letargjisë në pikë dini sikur se arriu në gjumë. Kjo është absolutisht e papranueshme për mua, vetëm në aspektin e sigurisë e kam këtë fjalë. E qartë. Zoti Troplini,
si duhet ta shenjojmë ne në historinë tonë një moment si ai fjalimi i Zelenskit duke i përgjigjur pyetjes së gazetarëve që Ukraina, e cila deri më sot kërkon anë kënd botës mbështetje, thotë që Kosova, një vend i cili sadopak e ka dhënë mbështetje në formë financiare apo edhe politike ndaj këtij vendi në këto kushte që do mend se atë qëndrim do mbante. Si ta përkthejmë ne atë deklaratë të tij, atë formë të ftohtë të përgjigjes që dha përpara gazetarëve? Zelenski ka bërë llogarit, nuk është se erdhi dhe bëri një deklaratë. Cilat janë llogaritë e tij? Llogaritë e tij. Serbia është prodhuesi më i madh i armëve konvencionale, mbas Italisë. Do predha fishek, ka industri që vlen diku ke 10 miliard çdo vit. Amerika po i ndërpret furnizimet dhe Evropa kundrejt Ukrainës. Do thonë, dhe ata kanë resurse të kufizuara. Ndërkohë Serbia ka një arsenal që mund të shesi kundrejt Ukrainës në sasi. Mos harrojmë që para pak kohësh ra një cargo avion në Greqi që ishte me armatime, thuhet, që bonte kontrabandë Serbia. Serbia është prodhuesi i madh i armëve konvencionale, mina, çdo gjë që i duhet, dinamite, që i duhet luftës. Dhe Zelenski deklaratën e ka bërë për të ushqyer me armatim. Domethënë ka bërë llogari ushtarake, pragmatiste, jo politike. Besoj se nuk ka ardhur për politikë fare aty, ka ardhur vetëm për biznes, për të marrë atë çka i duhet. Dhe, si më thonë, ai nuk kanë ndonjë mbështetje nga shqiptarët, çfarë mund t'japin shqiptarët, nuk janë prodhues të asgjëje. Dhe ky është problemi jonë. Ne nuk prodhojmë industri, ne as bujqësi nuk prodhojmë dot. Ne s'prodhojmë asgjë për momentin. Kjo tregon dhe Vučić nuk është deklarat, Vučić nuk bën deklarat. Kanë këshilla të urtësh. Serbia ka këshill të urtësh. Shqipëria nuk ka, Kosova nuk ka. Ne kemi kryeministra. Ata kanë këshill të urtësh, pastaj flet komunisti. Deklaratët që ata i japin e kanë diskutuar përpara se t'i japin. Kurse ne presim që një kryeministër që është për ne është një nën punës, që ai nën punës mund të jetë punëtori më i keq. Edhe po shikojmë që janë punëtorët më të këqij këta që kemi ne. Këta nuk mund të bëjnë objektiva, nuk mund të bëjnë politikë. Ne mendojmë që kryeministrat tonë bëjnë politikë, nuk bëjnë politikë, janë nën punësa. Politikën duhet ta bëjnë këshillat e turtëve. Akademia e Shkencave tonë është pranë parlamentit. Ajo duhet kishte një këshill të urtësh. Kosova duhet kishte këshill të urtësh. Dhe këshilli i turtës përfshihet gjithë sfera politike, gjithë shoqëria. Domethënë gjithë grupet e interesit duhet të ketë të mençur nga akademia, nga ekonomia, nga feja. Ata mbështeten te kisha në fund fare, Serbia. Domethënë kur duan të krijojnë një nocion lufte, normalisht që radhët më të flakt janë fetarët. Dhe ata shkojnë te kisha automatikisht. Dhe ajo ndes luftën. Kosova, Shqipëria duhet të kenë dhe këtë këshillin e turtëve. Kur të acarohet gjuha, duhet të kenë mbështetje popullore, jo thjesht një deklaratë sporadike, Kombet e Bashkuara, ne i dimë se si funksionojnë rrethanat. Amerika ndodhet në gjithë vendet arabe, i mbrojti dot edhe pse ata paguan, nuk i mbrojti dot. Kjo tregon që lufta ai nuk të pushton, ama të bën dëm. Edhe Serbia harroje që mund të pushtoj. Maksimumi mund të marri veriun e Kosovës, aty ku ndodhen serbët. Po që ta pushtoj Kosovën komplet, jo. Ama dëm e bën. Çfarë dëm është? Dëm në infrastrukturë, siç po ndodh lufta në Ukrainë-Rusi. Dëm kolosale. E qartë. Asnjëri s'po fiton tokë aty. Po të shikosh, Rusia ka arritur deri ke popullsia vet, Ukraina ka arritur deri ke popullsia ruse, luftojnë ndërmjet njëri tjetrit, nuk shtyhen kufit sepse politika e luftës është politika e numrave. Në qoftë se ti nuk ke popullsi, nuk fiton dot. Kosova fitoi sepse u shtua popullsia. Slovedani tha, këto shtohen më shumë se ne, prandaj luftoi kosovarët. U shtonin më shumë. Politikanët më të mirë janë nënat kosovare që kanë shtuar popullsinë. Ata janë numrat. Tani politikanët tonë po e zvoglojnë numrat. Do të thonë, ne duhet të ishim populli më i madh në Ballkan, ne po bëhemi populli më i vogël në Ballkan sepse emigrojmë. Po emigrove, dikush do ta marrë vendin tënd. Prandaj politika më e mirë është të vinë njerëzit të jetojnë këtu. Shqiptarët kanë ambicie të jetojnë si europianët, po
po të shikosh serbët nuk është se kanë një ekonomi të madhe, ama shteti tenton t'i mbajë aty, sepse njerëzit janë shteti, njerëzit janë fuqia. E qartë, por ata kanë një sistem. Sistemi Jo, atje i bën që çdo gjë të këshilli jetë më turkëve. lehtë. Ne kemi vendosur nën punësa që bëjnë politikë për ne. Kryeministrat janë nën punësat më të këqij. E Nuk qartë. ka këshill. Zoti Kuçi, a shihni dhe ju thjesht si një biznes i bërë në bisedën e presidentit Ukrainës në Beograd? Për ta konfirmuar atë që tha zotria, ka një zhvillim do thotë që duhet të ndërtohen dronë ndërmjet Arabisë Saudite, Serbisë dhe Ukrainës. Në anën tjetër, porto Izraeli dhe Serbia pritet që të zhvillojnë dronet kill nga shtatori këtë vitit të filloj fabrika për prodhimin e tyre dhe Zelenski ka parë do të thotë si një dritare dhe si një ofertë për marrjen e këtyre armëve, për shkak se në të njëjtën ditë Trumpi nuk ka japur sinjalin e duhur që do të vazhdojë me përkrahjen e vazhdueshme ndaj Ukrainës për shitjen e armatimit apo për dhënien e armatimit, cilat do qohë prej tyre, sepse ata e shohin madje edhe si prishje parave 350 miliardë euro që janë dhënë deri më tani. Përveç tjerë edhe kur janë dhënë licenca për ndërtimin e raketave Patriot, nuk janë dhënë gjithë licenca ku duhet të aktivizohen dhe të ndërtohen kokat e tyre, por vetëm pjesë të ndryshme, dhe kjo është duke zgjatur jashtëzakonisht shumë për shkak se ata duhet të presin radhën siç e presin radhën edhe të shtetet e tjera, dhe kjo radha për Ukrainën në kupton defanziv territoriale dhe humbje e luftës, andaj duke parë këto perspektiva, duke ngjetur edhe lufta në Ukrainë dhe potencialisht mund të humbas territor për shkak se çdo ditë më shumë po ndodhin luftime me të ashpra, dhe është parë si një dritare e cila mund të krijojë bashkëpunim për çështjen e armatimit. Përveç tjera, sipas burimeve ndërkombëtare të cituara nga mediat ndërkombëtare, këtu ka pasur një presion jashtëzakonisht të madh nga disa diplomatë të Bashkimit Evropian për një takim të Zelenskit në Serbi, për shkak se atyre nevojitet që Serbia të mundohen ta mbajnë sa më larg orbitës ruse, dhe përveç tjerash nëse nuk arrin ta mbajnë të paktën për momentin ta kontrollojnë që të mos bëhen ndonjë eskalim me herët se sa që mund të jenë të gatshëm vendet evropiane për përballimin e çdo lloji lufte, për shkak se kemi parë edhe së fundi ka pasur incidente me dronë në Gjermani, në Hungari dhe në vende të ndryshme, edhe eventualisht inteligjenca thonë që nuk do të jetë Polonia, por mund të jetë si rezistencë e parë ndonjë nga vendet baltike për një luftë ku Rusia do të aprojë ndonjë nga vendet baltike për çështjen e netit 5 të NATO-s, dhe të gjitha këto e kanë bërë një veprim që e kanë shtyrë me Zelenskin, do të thotë vende evropiane Zelenski ta bëjë vizitën e tij në Serbi. Pra ju po thoni që evropianët po përdorin diplomacinë më shumë se kurrë në këto momente, duke përdorur të gjithë partnerët e tyre, madje edhe të dy kokat kryesore që ndodhen në përballje në lufte në terren, sikurse është Zelenski dhe Vladimir Putin, për të dobësuar Putinin, për ta mbajtur në kontroll, për të ruajtur veten dhe territoret e NATO-s. Po, ata janë duke përdorur një Zelenskin për çështjen e tij, diplomacia frenimit që quhet kjo, dhe përveç tjera gjatë kësaj periudhe ata po janë duke riarmatosur dhe duke u mobilizuar jashtëzakonisht shumë, madje janë duke realizuar Schengenin ushtarak që quhet, për çështje administrative, çështje rrugore, kurorëzore dhe çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me transportin e armëve brenda vendeve evropiane. Në anën tjetër, po ato kanë edhe rritjen 2030. Gjermania do thotë ka marrë një vendim që Bundeswehri duhet të jetë i gatshëm për një luftë, për një eskalim të gjendjes së luftës deri në vitin 2029 së largu, ndërsa deri në vitin 2035 vetë NATO-ja ka marrë një vendim që të gjitha vendet NATO duhet të arritin në 5% shpenzimit të GDP-së të tyre për çështje ushtarake. Pra, për momentin Ukraina dhe Zelenski janë duke u përdorur ndoshta në diplomacinë e frenimit, dhe Zelenski ka rënë keq në këtë çështje për shkak se për momentin deklarata e Zelenskit për çështjen e Kosovës nuk e ka vendosur keq vetëm para ne shqiptarëve, por e ka vendosur në defanziv edhe në shumë vende për shkak se ka marrur kritika të jashtëzakonshme edhe nga shumë diplomatë dhe vende të ndryshme, të cilat ndoshta nuk kanë njerëz poste publike, kryeministra ose diçka të tillë, por që kanë një ndikim në politikë verë dhe në krijimin e opinionit ndërkombëtar. E qartë, zoti Tashevsi, në qoftë se Serbia po pret këtë luftën e madhe të zhvillohet që të përfitojë ndonjë llokëm nëse mund të arrijë diçka. Takimi i Aleksandar Vučić me Zelenskin duket se ka zemëruar
Kremlinin. A do të thotë kjo që në këto momente të gjithë po përpiqen të përfitojnë sa të munden, duke pasur në konsiderat që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se nuk kanë më interes në këto rajone? Po dyshim se në krejt këtë vizitë Zelenskit nga Beograd, humbësi më i madh është Zelenski. Ai tashmë është renditur i katërti për zgjedhjet e ardhshme, ata që i përcjellin e din fare mirë që është zbritur në pozitën e katërt dhe nuk e gëzon më atë autoritetin që e ka. Nuk duhet haruar se ai ka humbur domethënë Krimin, ai ka humbur Donbasin dhe Khersonin, dhe normalisht që tenton në çdo mënyrë që të shtetit diçka në drejtë ndërkombëtare, por drejta ndërkombëtare sa i përket Republikës Kosovës është evoluar me vulin e lartë të GND-s, domethënë janë tharë pendat dhe është mbyllur libri sa i përket Republikës Kosovës. Normalisht që çdo tentativë e Vučićit që të shpërndej informacione ose vizita me Zelenski kanë qenë sa deklarata edhe të Rusisë, deklaratat e Rusisë ose ato tentativat e Rusisë vetë se do të vinë në vazhdimsi, sepse këtu po flitet për një president që luan 3 ose 4 karike me Asadiun, në një anë luan neutrale, sa i përket Rusisë dhe Ukrainës, në prej palës së tretë, gjithmonë në qëtë armën të Ukraina, zbulohet mu nga Putini dhe establishmenti i tij, tërheqet vretja një herë, 2 herë dhe 3 herë, dhe mbetet tash të shihet se si reagon Rusia mu kundrejt domethënë në Vučić që tenton në 3 pjesë, dhe ajo pjesa e tretë domethënë është bashkia ndërkombëtare ose Bashkimi Evropian. Luftën e ka përmend tash kur ke Zelenski, luftën e ka pat përmendur edhe në vitin e kaluar në fund tetorit, mbasi që ju jek ajo karika në Bruxelles dhe qëndroi vetëm si spektator, atëherë e tha një herë, atëherë edhe tash e tha për së dytë herë, nuk ka dyshim se ky pret ato ndryshime strategjike. Po mos të harrojmë vetëm edhe një gjë i nderuar, se ky njeri ose ky president ka qenë ministër i propagandës, ka qenë ministër i informacionit, është mjeshtër i asaj pune, është mjeshtër i kërcënimit, pastaj viktimizimit, pastaj e luajnë edhe paqësorin. Ku po mbështetim kë? Ai para oficerëve të vet, spari tha se duhet ta sulmosh Republikën e Kosovës, pastaj në metodologji hyn dhe thot e mbrojmë Serbinë, kurse në fund të fjalimit vet thot se nuk duhet ta sulmojmë kur askënd, sepse po prosperojnë Bashkimi Evropian. Pra nuk mund t'i besosh në asnjë mënyrë vetëm me seriozitetit të tij politik. Mësafo i beson edhe populli i tij aty. Por çka na intereson ne këtu? Na intereson politika e sigurisë, sepse ai po afekton në sigurinë e Republikës Kosovës. Dhe po përsëris edhe për tretë herë, sepse nuk mendoj që do të jem monoton. Ne duhet të jemi shumë më proaktiv, se që jemi dhe ta luajmë rolin ton. Ku ta luajmë rolin ton? Ta luajmë rolin ton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht në 24 orë dhe 7 javë me Mbretërinë e Bashkuar, sepse kemi dhe do të kemi shumë dobi nga Mbretëria e Bashkuar, një shtet aleat mjaft i madh duke filluar nga Alicia Keys dhe gjithandej çka e bën për ne në KFOR. Andaj ne a duhet të kishim ndërskomsa politike sa ta zgjedhim ndonjë një qeveri, apo për siguri kombëtare të jemi gjithë bashkë. Normalisht që është e dytja, vlen për të dëshiruar, por ajo pjesa tjetër, që po quhet pjesa BRIC, për Republikën e Kosovës do të mbitet gjithmonë e njëjta. Siç është Irani me shtetin e Shqipërinë. Njëjtë mendon Irani edhe për Republikën e Kosovës, se nuk e ka njohur Republikën e Kosovës. Kina njeh ekonominë më shumë, por i përshtatet Serbisë. Mos flasim tash për Rusinë ose Bielorusinë ose Brazilin që nuk na përmend fare hiç dhe nuk do na sesi të ndijë diçka për Republikën e Kosovës. Pati ynë, sepse nga në aspektin e sigurisë duhet të jeshim edhe pa dhe të jeshim nga ana e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe nuk kemi ku të mbështetemi tjetër ose të dy aleatët kryesorë dhe tek pastaj të partnerët strategjik.
Zoti Tashevci, kur ju thoni që ne duhet të bëjmë më shumë, të angazhohemi më shumë, e keni fjalën tek fundet në dispozicion të forcave të sigurisë së Kosovës, pra ushtrisë së Kosovës, apo më shumë partneritete diplomatike që në këto momente, të themi të vërtetën, Amerika dhe Prishtina zyrtare nuk është se janë gati në të njëjtën paralel. Kjo e dyta i nderuar Erion, pse e dyta? Ti ndihmove Ukrainën dhe kur nuk duhet të thuash pse ndihmova. Një herë ndihmove me 150.000 euro, dytën herë ndihmove me 135.000 euro, i shkollove domethënë edhe ushtarët të Ukrainës për deminim dhe pastaj pranove edhe refugjat. Kjo është njerëzillëku që ka shqiptari me histori. Të mbështetemi në shumë fakte sepse janë dokumente pa të kërcueshme që nuk ka me mujt me t'i humbë askush në botë. Pse qëndron domethënë kjo e dyta? Kjo e dyta qëndron dhe do të qëndrojë sepse ti je pasiv. Dhe kur jesh pasiv në aspektin e sigurisë, ti do të mbetesh vetëm se aty ku je. Dhe sa vështirë do ta kesh ti hapin ta zësh hapin të në aspektin e sigurisë, aty mbetet çështje kohe, por a presim ne mrekullinat në ndodhin, apo çka? Nuk është pyetje paraja se sa investon, ti po investon 1 miliard euro dhe e ki fondin sovran që është çështje e brendshme e institucioneve tona. Mirë, po ti nuk duhet harrosh që po merr edhe ndihma edhe nga partneri yt kryesor, pothuajse në Ballkan dhe në Evropë, që është fuqia e dytë NATO-s, pra Turqia, po merr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po hap tash edhe një fabrikë edhe 4 muaj e gjysmë në një fshat të Gjakovës. Këto janë vetëm fillet, sepse kapacitetet operacionale të ushtrisë tënde janë vitin 2020. Ti po shkon me atë sa ke fuqi, por se a duhet ndalet partneriteti, a duhet stagnosh si politik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ke atë luftë të stagnosh në asnjë mënyrë të vetme, as në kohë, as në hapësirë. E qartë. Zoti Troplini, si e gjykoni ju situatën politike në Kosovë dhe sa shtigje hapur po lem në këto momente përkundrejt armiqve që qoftë në propagandë, qoftë me luftë hibride, qoftë me sulme kibernetike, po tentojnë në të gjitha format të adopsojnë këtë një trajtshmëri që kemi ne, kombin shqiptar, jo shtetet e tij. Faji për Kosovën nuk është i kosovarëve, e kanë bërë pjesën e tyre, domethënë krijuan pavarësinë me ndihmën e shumë shteteve. Problemi i Kosovës nuk është tek kosovarët, as tek shteti i Kosovës. Ata e kanë bërë pjesën e tyre. Faji është tek ne. Si mundet na falet neve, nuk krijua një shtet i dytë shqiptar, edhe ne nuk kemi një port për Kosovën, ndërkohë që Serbia kërkon një port. Ne nuk japim një port Kosovës. Porta hyrëse jonë e Durrësi nuk lidhet dot me asnjë korridor. Po ti shikosh të gjithë korridoret e Shqipërisë janë të shkatruar. Dhe unë dyshoj këtu, sepse në kohën e Enverit, UDB-ja Jugoslave ka bërë shumë sabotime dhe i kanë zbuluar. Dhe sabotimet vishin nga brenda Shqipërisë nga persona të blerë. Imagjino në kohën e Enverit se dim se si ka qenë situata, shumë e rrept. U dinte mohabeti burr me grua, jo më. Dhe përsëri Serbia ka pas ndikime të fuqishme në Shqipëri. Imagjino sot që nuk kemi as porta, as gjë, as sigurim. Çfarë mund të bëjë Serbia me politikën tonë? Me thënë drejtën, edhe parti politike mund të krijojë Serbia këtu dhe ne ta votojmë. Kupton, ne jemi kusret qametit. Nuk e kanë fajin Kosova, e kemi fajin ne. Ne kemi të gjithë, ke portën hyrëse në Mesdhe, ke 2 dete dhe nuk menaxhon dot tregtin ndërkombëtare nga porti, do thonë ta kesh parasysh, asnjë anije e madhe kargo nuk ndalon dot në Shqipëri, nuk ka thellësi porti dhe nuk ka port pritës. Një kjo. E dyta, porti jot nuk lidhet dot as me korrudhë dhe as me autostrada me 4 korsi të dedikuara deri në kufi, nuk përfundojnë linjat tona. Don, kjo është me qëllim shkatrimi i Shqipërisë. Unë jam i sigurt që këtu ka, si më thonë, UDB-ja bën dasëm këtu. Jo vetëm UDB-ja, por këtu ka 700 lloj agjenturash që bëjnë dasëm. Shqipëria, dobësia e Shqipërisë shkakton dobësinë e Kosovës. Nëse Shqipëri, ne jemi 2 shtete, ne jemi
1/3 e GDP-së së Serbisë, kupto, 2 shtete, 1/3 e GDP-së së Serbisë, është turp. Serbia nuk ka det, ka industri do të thuash ti. Po deti të jep aksesi më të madh të ekonomisë. Jo, në fund të fundit Serbia po na ushqen me bukë të dyja Po, shtetet dhe po, kjo ndoshta është është ajo që ne ambari bukës, po ne po bëjmë gabim. Ne kemi drejt ta blejmë bukën kudo. Në momentin që ne kemi ekonomi funksionale, ne duhet shtojmë ekonominë. Sot fitohet me ekonomi dhe popullsi. Ne të dyja po i sulmojmë. Edhe ekonominë e sulmuam, në Shqipëria që është shtet industrial, kaloi në shtet elektoral, tani s'është asgjë. Tani thomi turist, ne dim se çfarë sjellin turistët. Vetëm ujëra ndotura në det, se gjë tjetër nuk sjellin turistët. Jo, kanë peshën e tyre specifike sepse mjafton të quhet shkojnë në ekonomi, plazhet po e kishte- jugut, do detyrohen dhe ata ta blejnë shezllongun Po të kishte sikur se ne. qenë ekonomi i turizmi, do kishte shpëtu Greqia. Greqia dështoi për shkak të ekonomisë së turizmit. Nuk mbahet shteti me turizëm. Turizmi është një nga degët, po nuk është degë kryesore e ekonomisë të një shteti. Industria, bujqësia, prodhimet bujqësore, popullsia është shtyllë ekonomike. Duhet Në prodhim, qofse pra, duhet ti duhet kesh ajo që njerëz, thotë edhe Marco Rubio. ti duhet kesh njerëz, duhet kesh industri, duhet kesh politika mundësisht nacionaliste që ne nuk i kemi. Është e sigurt që ne nuk i kemi politika nacionaliste. Zero politika nacionaliste. Mund të themi që në pushtetin ton ka agjentur. Është e sigurt. Edhe pse flet shqip ai, domethënë ajo është i paguar diku tjetër. E merr rrogën më të madhe diku tjetër. Në punësit ton nuk Pra e ne në punësit ton. rrezikun e keni nga brenda, thonë ju, sigurt dhe jo kjo nga këto sepse, deklarata që thuan lart e është- poshtë. Domthon shif Slovenia. Slovenia është shtet më i vogël se ne, ka GDP-n më të madhe se Serbia. Arsyeja është dalja në det. Sepse Slovenia është porta hyrëse për shumë shtete, Çekin, domthon porta hyrëse, ne do të ishim portë hyrëse për Maqedoninë, për Kosovën, për Serbinë, për shumë shtete, për Matan, Bullgarinë. Edhe pse ata kanë det tani, deti jonë është më kryesor sepse vjen më shpejt, është trajektori më shpejt. Ne duhet të ishim portyrse, ndërkohë tani gjithë korridori është spostuar nga Pireu shkon drejt në Serbi. E bëri korridorin Greqi, bile s'pa kaluar në Kosovë fare, kalon Maqedoni, Serbi direkt, e anashkaloi komplet Kosovën. Domethënë, domi popullit ton janë politikanët tonë. E qartë. Zoti Kuçi, i referohem reagimit të sotëm të kryeministrit Rama që ndezi një tjetër zjarr apo padashje nxiti një tjetër shashk. Serbia e ka humbur Kosovën. Shpreha e ka humbur duket se i rritoi shumë kënd. Si u duket juve? Shikon, do të nga një herë nuk duhet të kapim gjithmonë të fjala, sepse ndoshta nuk e ka menduar mjaftu shumë mirë se Serbia e ka humbur Kosovën. Ka pasur fjalën për vitin 1999, nuk është një shprehje që po përdoret për herë të bardhë, ndoshta nuk duhet ta kapim për fyti. Aha. Për shkak të një fjalie të thënë, sigurisht se fjali nuk është e duhur, sepse realisht Serbia ka kolonializuar Kosovën nga viti 1912 dhe pastaj prapë pas luftës së dytë botërore dhe ka kapur dhe ka bërë ndryshime në masë të madhe të popullsisë, madje ekzistojnë dokumente ku ka lagje për lagje, qytet për qytet, fshat për fshat, kush janë kolonizatorët e parë në Kosovë. Ato libra e kemi edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën serbe, sepse vetë arkivuesi i tyre, mbledhja e tyre ka qenë serb. Dhe si e tillë të Kosova me shumë ka është pjesë e Shqipërisë në kuptimin e saj që e kanë nda me zëri, kanë nda tokat shqiptare, se sa në çështjen që Serbia ka humbur. Serbia realisht e ka pushtuar Kosovën, e ka mbajtur me dhunë, e ka mbajtur gjithmonë me synimin e spastrimit etnik dhe me njëftrirje të tërësisë territoriale. Sot sigurisht që ata nuk kanë synimet e njëjta kundra e Kosovës në shtrirjen e njëjtë territoriale, do të ishin shumë të kënaqur që të merrnin verimin e Kosovës dhe një pjesë të lindjes së saj, siç e synojnë dhe siç e kanë qiltur pikat e tyre që nga pas lufta në Kosovë, sepse planet e tyre të tanishme mund të duken për neve të reja, por realisht nuk janë të reja nëse i shfletojmë dokumentet, sepse kantonizimi i Kosovës, ndarja e Kosovës në projekte që nga viti 2000, dhe si e tilla atëherë janë duke tentuar dhe tani të zhvillojnë. Përderisa deklaratat e tilla nganjëherë nuk duhet që t'i kapin për hyjtë, dhe unë nuk jam ai që për momentin do ta
kundërshtoja. Për shembull, Ramën do ta e kam kundërshtuar shumë në opinionin e tij që e bëri me Vučićin për çështjen e integrimit në Bashkimin Evropian. Ishte një qendrim i panevojshëm, ishte një opinion i panevojshëm, por në deklaratë e tillë për momentin nuk nën kupton që ajo ka bërë me qëllimin e keq kundër Kosovës. E qartë, zoti Tashevci, jemi në muaj ngusht, temperaturat janë të larta, piku i sezonit, piku i thashe Themnajës që ndërtohet në Mitrovic, sepse nuk e di pse çdo vit në këtë sezon serbët mësyn për lumin Ibër, për urën e ndërtuar në të dhe fillojnë të hedhin lloj-lloj supozimesh që ndoshta trazojnë gjakrat. A ka rrezik vërtet që duhet ta marrim seriozisht apo ta lëm edhe këtë në lumin e fjalëve që në fund të ditës i merr era? Padyshim se kjo situatë që ka derivuar tash 3 vite nuk ka ardhur rastësisht, por ka ardhur me punë të institucioneve tona të sigurisë ku janë gatshëm në çdo vend të Republikës Kosovës, në këtë rast edhe me ata lumit Ibër, kur reagimi policor në aspektin e sigurisë publike është në deri 11 minuta. Këtë duhet të ishte shembull edhe për regjione të tjera të Republikës Kosovës. Kur e keti bashkëpunimin qytetar polici dhe shkon e lajmëron edhe ndeshjen më të vogël në komunikacionit. Polici i lagjës apo policimi në komunitet bëhet më smiri se qendra të tjera të Republikës Kosovës, atëherë unë mund të them se kjo siguria publike ose siguria e brendshme që quhet Policia e Kosovës me instanca të tjera të sigurisë e ka bërë tashmë punën e saj dhe në këto dy gushtit në ceta vjen ai lajmi kur kjo Policia e Kosovës i reagon si parë e merr atë përgjegjësinë graduale me kurzim dhe monitorim, sepse është monitoruar gjithmonë edhe nga reaguesi i dytë, por edhe nga reaguesi i tretë, por këtë ka bërë me respekt dhe me punë, sepse nuk ka incidente etnike. Normalisht gjitha tjerat janë ato fjalë që u përmendën tash prej fillimit dhe deri këto momente sa po flasim për establishmentit kontaminuar domethënë atje në Serbi, se asgjë çka është pozitive këtu në Republikën e Kosovës nuk do të kalojnë as 5 ose 6 orë. Ti menjëherë do ta shesh ndonjë lajm nga që vjen nga Alfnet, vjen domethënë nëse ti shiqon edhe opozitorët e atij shteti ose ekspertët më të lartë të atij shteti, të gjithë domethënë e kritikojnë se çka tha ai para 2-3 vite, normalisht që kjo nuk është e realizueshme se çka do të bënte drejtat ndërkombëtare për lumenjet e tjerë në botë domethënë. Diçka e paralizueshme, por duhet të adaptohemi domethënë me këtë luftën e hibride. Siguria vetë se e ka mundur pa sigurinë në aspektin e sigurisë brendshme, duhet të gëzohemi gjithë secili kësaj pune, sepse nuk ka hekur askush në aspektin e sigurisë si ky qytet. Kjo rrugë që sot po simbolizohet dhe do ta ketë vetëm simbolikën e saj, në anën e saj djathtë i ke edhe 2-3 ura që mund të shkosh në pjesën ku është edhe ura e Korrudhës, domethënë, në anën e majtë ti mund të shkosh deri në Xhupin Botok dhe i ke 11 ura tjera, çka po mbet këtu? Këtu po mbet vetëm simbolika e së keqes që ka qenë dhe po shndrohet diçka normale, ku vajtje ardhi ka pas deri në fund dhe unë shpresoj që edhe Policia e Kosovës të redukohet në naturë dhe që ta kemi atë qarkullimin e njerëzve, shërbime dhe mollrave pa asnjë problem dhe gjithë retorika serbe nuk do të ndalet, sepse ata do të vazhdojnë, sepse pozitiviteti nuk ju konvenon, por faktikja mbetet faktike. E qartë. Besoj tham të gjitha. Zoti Tashevci, faleminderit, zoti Kuçi gjithashtu, edhe ju zoti Troplini, kënaqësi që u kisha në studio. Nuk ka asnjë rrezik retorik e përhershme. Duhet patjetër që ndërgjegja të jetë e kthjellët, sy të mbahen hapur, por këto i takojnë kryesisht institucioneve këtej dhe andej Morinit. Mbetet për tu vlerësuar ndërkohë ajo që po ndodh në Kosovë, situata politike, apo i lështeg këtyre pretendimeve, thashethemeve, propagandave, mos u largoni e diskutojmë pas pak.